A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe së dashur, sonte e përzgjedha për juve një temë që ka të bëjë me tauben, me pendimin. Me njerë diku na mund më shku mendja, hoxha po ne nuk kena gjuna qarë, nuk bëjmë gjuna të mëdha që më na fol këtë temë. Ulemaja thonë njeriu ban tobe për dy arsye. Kur ban dhe një mëkat të madh, s'ka është vjedhja, zinaja, gibeti, e shumë gjuna tjera. Por tobja bëhet edhe për punë tjera. Çetën ato? Për veprat që ti i ban, po ka mangësinë e ta. Ti i ban vepra të mira, sikur ne falim namazin e yacijës. Banëm ibadet, e krytëm farzin, po ky farz ka mangësi, patjetër që ka mangësi. E pas namazit çka themi, pisonet diçkash, me thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ne s'kemi vënë mëkat që me bëj istighfar. E ulemaja thonë, njeriu bën istighfar për gjuna të mëdha, por bën istighfar edhe për vepra që i ka bërë të mira, por si ka bërë as sa duhet mira. Sado që mundohesh ti me bëj shumë të mirë një vepër, ajo prapë është e mangët. Ka se ne jemi njerëz, kemi mangësi të mëdha. Gjithashtu istighfari bëhet edhe për punë të mira. E kena rastin edhe te namazi i natës. Allah thon në Kur'an, kur i përmend robët e mirë, çka thot? Wa bil asharihim yastaghfirun. Kohën e sifirit bën istighfar. A dikush janë këta njerëz? Ata që janë fal natën, e kalojnë natën namaz në ibadete, në dua, në kohën e sifirit bën istighfar. To s'kan bërë gjunahe. Por edhe pse ki boj ibadete, edhe pse ki kry më thonë udhët e Zotit, ti më thonë je i mangët. Ti prap dush me kërku falin e Zotit, që Allah fillimisht me ti pranue ato vepra, edhe mangësi që i kini ibadete me ti fal. Kjo është urësia më. Gjithashtu e kemi rastin te haxhi. Allah kur e përmend ajetet e haxhit në surën Bekare, çka thot Zoti? Thumma afidu min haythu afadha an-nasu wastaghfirullah. Dhe ktheheni nga Mina, Haxhider kur shkon në Arafat, Muzdalife, por në Mina, Allah thot kur të dilni thot prej Muzdelifes me shkon në Mina, thot bëni istighfar. Haxhi i fshin gjunahet. Pse më bëj istighfar? Pra më këto është urtësia, edhe pse ke bëj ibadete, edhe pse ke punë të mira, bën istighfar. Nga një tjetër kemi plot hadithe, pejgamberi në një ndeje thoshte 100 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pejgamberi s'ka bërë mëkate. Pra kjo është ideja. Më thonë, edhe besimtari i mirë bën istighfar, po edhe gjunaqari duhet të bëjë istighfar, kurse istighfari i gjunaqarit është obligim. Do të fol pak më vonë. Kurse çdo lloj istighfarit, me bëj istighfar dhe i miri, kjo është një vepër e pëlqyer, një vepër që Allah e don, nuk është obligative. Besimtari i mirë me bëj istighfar, por besimtar e zgjedhët Zotit, ata më thonë bën edhe istighfar. Kjo ishte sa i përket më thonë përgjigja pse me bëjnë istighfar. Ne kena falë yacijën, jam i devotshëm, pra më thonë ka përgjigje. Përgjigje më që e thash deri tash. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë vëse dashur, çka i bë tobe? Nëse përkthemi në gjuhën shqipe, i bje më thonë këthim. Më thonë ki pas një rrugë caktume edhe i kthej Zotit. Që është më thonë pendimi. Më thonë, ke qenë rrugën e gabuar, edhe një ditë e vendos, i plotson kushtet e pendimit, edhe i kthej Zotit, e le rrugën e gjunahit. Kjo, për këtu vjen fjala tabe, këthim. Më thonë, me ju këthi Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe së dashur, kjo ishte pika e dytë. Pika e tetë, dhe së dashur, tobja në Koran ka shumë vlera. Në disa vende Allah ka përmend në Koran dhe thot Zoti subhanahu wa taala: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni ju gjithë, o ju besimtar, s'po thot o ju gjinaqar. Dhe pendohuni gjithë ju o ju besimtar, la'allakum tuflihun, me qëllim që Allahu që në ditën e Kiametit të shpëtoni prej pezamit të xhenemit. Ta shkruaj se dashur, Allah për ju drejtohet besimtarve, dhe krejt ju thot pendohuni, me qëllim që të shpëtoni ditën e Kiametit. Pra këto kuptojmë nga kjo ajet, një ndër vlerat e istighfarit është që me pështun këtë dënjë dhe në ahiret. Ai i cili bën shumë istighfar, Allah atë jarun udhëzimin këtë dënjë
e pështon prej devimit, dhe në ahiret Allahu më thonë e ruan nga zjarmi i xhehenemit. Gjithashtu Allahu më thonë ka përmendur në Kur'an që ai cili pendohet, Zoti e pranon. Ti ndoshta i ke bëu duke zullum edhe ki qef me ta falaj. Ka me masi, ka inat, s'ta pranon gabimin. Po Allahu ta pranon. Zotin e kena bujar, e kena gafar, falës, i mëshirshëm, e shumë emrat Zotit. Allah thot në Kur'an: "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi." Allahu është ai i cili e pranon taubën e robëve të tij. Pra kjo është një premtim nga Zoti që Allahu e pranon, e ban kabull pendimin e atij i cili kthehet Allahut subhanahu wa taala. Por ka taubja, një ndër vlerë që ka përmend dietarët, taubja sjell bereqete. Ai i cili përmbahet taube sa herë e ka gjuhën të lagur me taube, Allah përmend surën Nuh i përmend disa gjëra interesante. Thot Allah subhanahu wa taala, Nuhi alayhis salam i kishte thonë popullit të vet: "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Nuhi alayhis salam, Allah thot, dhe i tha Nuhi popullit të vet: "Po populli im, istaghfiru li rabbikum." Kërkoni falje nga Zoti juaj. Çka yursilis sama aleikum midrara. A ju nëse pendoheni, bëni istikfar, Allahu do të çojë shi të bollë shumë nga qielli. Një ndër bereqetet e istikfarit është që Allah me shtu shi. Pra nëse ndodhin thasira nëpër tokë, kjo është për shkak gjunave. E istikfari e bjen më thonë shiun e bollshëm. Vazhdon ajeti Allah thot: "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Nëse vazhdoni me bëj istikfar, Allahu vashton ju e fëmijët edhe vashton pasurinë. A keni dëshime të shtu pasuria? Me dhonë Allah e vlat të hajrit, më në shpeshtoj istikfarin. Pendimit e Zotit subhanahu wa taala, kjo sjell bereqete. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Thot Allah, nëse ju vazhdoni me bëj istikfar, Allahu ju çon juve lumej, edhe ju çon bafçe të llojshme me bereqete të ndryshme. Ta shikoni më në surën Nuh, edhe Nuhi alayhis salam kështu e ka mësuar popullin e vet. Këta si transmeton nga Hasan al-Basriu, ka ardhur një person i ka thonë: o alim, o dietar, nuk kam fëmijë. I ka thonë: shko bani istikfar. Ka ardhur një tjetër ka thonë: o imam, nuk kam bereqet në pasuri, s'po më hes puna. I ka thonë: shko bani istikfar. Ka ardhur një tjetër me një problem tjetër, prapë i ka thonë: shko bani istikfar. Njëri për ditë nxënës ka thonë: o hoç, pat probleme të ndryshme, ti krejtve një zgjidhje vadhave. Pse e thave kështu o imam? Hasan al-Basri lexon këtë ajete të surës Nuh. Thotë Allah ka thonë Kur'an në gjuhën e Nuhit alayhis salam: o popullim, bëni istikfar, Allah do të çojë shi, do të çojë fëmijë, do të çojë bafçe, do të çojë lumej e bereqete të ndryshme. Pra më thonë istikfari vëllezër dashur sjell bereqete të mëdha. Vëllezër dashur, tham që istikfari duhet për gjunat të mëdha, është obligative. Është obligim. Nëse ke bëni gjuna të madh, e ki obligim të kthesh Zotit, e ki fars. Çfarë bie kjo? Nëse e vanon istikfarin, ki bë gjuna. Ibn Qayyim rahimahullah thotë një njeri që e bën një gjuna të madh, edhe nuk bën istikfar, nuk pendohet te Zoti, edhe e vanon pendimin, ai duhet të bëjë dy istikfara. Pse dy? Një për gjunën që ka bë, edhe e dyta pse e ka vanu istikfarin. Sa Allah ka përmendur në Kur'an, thot Zoti subhanahu wa taala: "Thumma yatubuna min qarib." Ata që do të bëjnë gjunahe, ata më njëherë pendohen. Nuk e vanojnë pendimin e tyre. Pra këtu e kuptojmë që pendimi, istikfari nga gjunat e mëdha është obligim i mënjëhershëm, si puna e namazit. A lejohet me kalu koha e namazit, me fal pas kohë? Lejohet, por ka kalu koha, kin gjuna nëse e fal akşamın vaktin e yacijës. Po prap dush me fal, me bo kaza. Çto është edhe pendimi, çto është edhe tobja. Më thonë ti nëse e vanon pendimin, dush me bo dy istikfare. Një që për gjunën që e ki bo, dhe e dyta për shkak vonesën që e vënu, më thonë nuk e kthi Allahut subhanahu wa taala. Dhe së dashur, dietarët thonë pendimi për me qenë i sakt, duhet me plotësu disa kushte. Sikur namazi ka kushtet e veta, pa abdes nuk ka namaz, ashtu dhe istikfari, pendimit e Zotit ka disa kushte. Do të mundohem me përmendëm pika të shkurta kushtet e istikfarit. E para për tyre që është ma kryesorja,
istikfarin, pendimin me bo për hit Allahut. Me bo për Allah. Pse a ka istikfar për dikan tjetër? Po. Që më dikush pendohet që tjetë me e pa që po falet. Dikush për e për sadaka, që jetë mi thonë që po jep, ose zeqatin. Ose mos i thonë njerëzit që filoni Allah me gjunahe, edhe kthejet, ban punë të mira, ki nuk është pendu sinqerisht. Thonë ulemaja, duhet më thonë mu pendue për hita Allah. Ose dikush tjetër e le alkoholin, pse shëndeti nuk e ndigjon. Thotë ka së mundet të mëdhaja, kërë që për e le alkoholin. A ka shpërblime që për e le? Nuk ka shpërblime. Alkoholin dush të alosh, pse Zoti ka ndaluar. Edhe harome tjera dush milon pse Zoti ka ndaluar. E dush me bët tobe për hita Allahut, jo për interese të dynjas. Pra kushti i parë, po me qenë pendimi, tobja e sakt, duhet më thonë me qenë i sinqert. Kushti i dytë, për me qenë pendimi i sakt, dush të alosh mëkatin, heqja dorë nga mëkati. Shemë dikush nëse do me boj istikfar nga alkoholi. E ka vendos për hita Allahut me boj istikfar. Por Allah vazhdon me pije. Se ka vendos me elon. Nuk si ka plotsu kushtet e pendimit. Pa tjetër mund dush të alosh mëkatin. Nëse nuk e lëm mëkatin, më thonë si ka plotsu kushtet e pendimit. Kushti i tretë, kjo ishte e dyta, me heq dorë. E treta, keqardhja. Sa herë kur do të shkojmë mendja për mëkatin të cilën e ki bën më herët, me të dritë zemra, në herë edhe me të redh lot, për mëkatin të cilën e ki bën. Se në herë shohim disa njerëz kanë bën mëkate dhe janë kthije, por kur përmendet mëkati ai mburret me mëkatin që ka bën më herët. Lavdrohet. E dikush jam konë unë. Për i thonë disa trive, ju s'dini me shkue me femra, unë sa i Zoti kum qenë me një vakt. Më thonë mburja me mëkatet. Më thonë, ky si ka plotsu kushtet që pendimi me pas të sakt. Pa tjetër duhet, më thonë, me keqardhja. Ka është kushti i tretë, më thonë, keqardhja ndaj mëkatit, për shkak që pejgamberi sa më ka thonë, e taubetu nedem. Pendimi është keqardhje. Si mund të mu pendu te Zoti për gjëran që a nuk nihesh keq. Pa tjetër, më thonë, keqardhja është një ndër kushtet e pendimit. Tjetër me radh, kushti i katër, ta vendosësh që mos nuk i kthehesh edhe një herë mëkatit. Ta vendosësh që mos i kthehesh mëkatit. Çfarë bie kjo? Më thonë ti nëse e ke lënë aty për aty, edhe i pendu te Zoti, e ke bërë për hit Allahut, por thua javën tjetër të vazhdoj prap me mëkatin të cilën e kam bë. Jo, më thonë. Pendimi për me qenë i sakt, duhet ta vendosësh që mos i kthena mëkatit. Po nëse i kthehesh ti je, më thonë, i biri Ademit, mos më kthije. Por momentin e pendimit, momentin që kërkon që po ki dëshirë mu pendue, patjetër duhet me vendosë që mo nëse i kthena mëkatit. Nëse i kthesh, më thonë prap pendosh, prap vendos mos më kthi, kështu që më thonë sa herë besimtari është në luftë me shejtanin, është në luftë me nefsin, që më thonë me ilon mëkatet. Pra edhe kjo është kushti i katër, me vendosën me një bindje të thellë që mo në mëkatit nuk i kthehem. Nga sa Allah thotë në Kur'an, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ata nuk këmbgurin në mëkatin që e kanë bë. Më thonë ata nuk vazhdojnë. E kanë vendosur që mos kthehen. Pra kjo është një ndër kushtet e tobës. Gjithashtu prej kushteve të tobës është pasi që pendohesh, duhet të bësh disa vepra të mira. Jo unë pendohem nga mëkate dhe s'bëj asnjë vepër të mirë. Allah thonë në Kur'an, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Ai cili pendohet dhe bën vepra të mira, ky është ai cili me të vërtetë Allahu është penduar. Pra këtu e nxjerrim mësimin, njeriu që pendohet duhet ta zaventson ato gjëra që i ka bërë me një kohë, me një periudhë, duhet ta mbushë kohën me ibadete, me punë të mira. Pra kjo është një ndër kushtet e tobës. Kushti tjetër me radh, kushti më thonë mes me konë koha ku s'pranohet tobja. A ka kohë që s'pranohet tobja? Po, janë dy kohë. Që Allah sa pranon pendimin. Nëse vjen që aja kohë, e ki derën të mbyllur. Koha e parë është nëse ka ardhur shpirti në gargara. Personi i cili e sheh, e vren që është të darë shpirti, është momentet e vdekjes, agonia e vdekjes, aty më thonë vetëm mbyllet dera e tobës.
Pejgamberi sa ka thonën me një hadith ka thonën inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughargir. Allah e pranon tobën e një robit të tij përderisa nuk ka ardhur në shpirtin në gargara. Përderisa s'ka shpirtin me dal. Pra më këto është një ndër kushtet është mos e prit këtë kohë. Nëse ka ardhur kjo kohë s'pranohet pendimi. E kemi rastin e Firaunit. Çfarë tha Firauni kur e pa që kaloi Musa dhe ai kishte dëshirë me kalu ujin, çfarë ndodhi? Kur desha Allah me fundos, tha besova Zotin e Musës dhe Harunit. Allahu çka i tha? El-ane, ata është të kujtu tije. Pasi që kaloi, më thonë, erdhë momenti i vdekjes, ti të kujtu me më pendua, pra është, më thonë, ka kalu koha. Këta si, më thonë, lemaj kanë thonën, mos e prit, më thonë, momentin e fundit vdekjes, nga se, më thonë, në ato momente nuk pranohet edhe pendimi. Gjithashtu kanë thonë dietar prej kohëve që s'pranohet pendimi, është edhe nëse shihen shenjat e kiametit, shenjat e mëdha të kiametit. Nëse është të bëj kiameti, po shihet që po prishet dunjoja, është mbyll dera pendimit. Pra më thonë alhamdulillah që kemi ala kohë, jemi të vetëdijshëm. Ala s'ka kiameti, ala s'na ka ardhur shpirtin e gargara, Zoti subhanahu wa taala e ka derën të hapur për pendime. Dhe së dashur është një kusht tjetër që ka të bëjë me hakin e njerëzve. Këto drejta që i përmenda janë kushte në raport me Zotin. Ki bon mëkat, duhet mi plotësu ta kushte që përmendëm. Është një kusht tjetër që ka të bëjë me hakin e njerëzve, që është me kërkue halallëk. Pse me kërkue halallëk? Thonë ulemaja, nga se nëse ti e ki mbyt një person, i ki në hak, duhet me ripën halallëk, që ripën? Ka thonë ulemaja, duhet shteti islam, më thonë nëse ka mbyt, ki person mbytet, më thonë, kështu pastrohet njeriu. Ose nëse ja ka vjedh pasurinë, çka ban? Duhet me marr pasurinë me akthije, haki i pasurisë. Kështu më thonë, ki kusht, më nëse haki njerëzve, duhet patjetër me kërkuar hallëk. Po nëse është nder, shem ja ke qitë një iftira, ki bo gibet. Ulemat kanë thonë, këtu ka dy mendime, kanë thonë, një mendim kanë thonë me shku me i thonë. O vllai dashur, për ti ku bo gibet, ma ban halal. Është një mendim tjetër, ulemat kanë thonë, jo. Nuk ka nevojë me shku me i thonë që i ki bo gibet, por më thonë, për asaj dite që e pendue, ma dush me fol mirë për atë personin. Edhe më mos me fol keq. Pse kanë thonë kështu? Nga se kanë thonë nëse shkoni i thue, o vllai dashur, po ti kum bo gibet, por ti të kum qitë një iftira, kjo mund me edheze edhe më shumë inatin, edhe xhelozin, edhe punë të këqija. Bile mund me shku raste edhe në vrasje. Pra nëse i thu dikujna, unë për ti 10 vjet kum shoh. Kum fol keq për ti. Ma bën halal. A mund të let personi me pranu këtë? Shumë vështirë është. Këta si kanë thonë në lemane, nëse çështja e nderit, nuk ka nevojë me shku me i thonën ma ban halal, nga se më thonë mund me ndodhe edhe përqarja e madhe mes besimtarëve. Por nëse është pasuri, atë dush me shku patjetër me akthi. Por nëse është një pasuri që nuk dihet personi, shembull, ndoshta ki vjedh me vjet. Ki vjedh ose ki bë padrejsi, më thonë ki shit këtë rast mund të përmend si shembull, dikush që ka shit drog. Para mendonja që pendohet nga droga. Qish mund me kërku halal nga njerëzit? I ka helmu me qindra njerëz. Ku i gjen ata njerëz që me kërku halal? A është një gjëna shumë i rëndë. Këtë rast edhe me dash me i gjetë, mund me i gjetë. Çfarë më bë këtë rast? Ka thonë ulema duhet mu pendue, edhe duhet me dhon shumë sadaka. Në emrin e atyre që ju ka bë keq. Që sevapi sadakas me i shku atyre që ju ka bë padrejësim. Pra kjo është më dhon sa i përket këtij kusht, më dhon raport me njerëzit. Nëse të dashur, ulema kanë përmendur disa shkaqe si mund ta largojmë, më thon, vetet tona nga mëkatet. I përmend disa arsye, janë të lehta edhe të kuptueshme. E para, ka thënë ulemaja, njeriu duhet pas dije. Asa më shumë njeriu e shton dijen mbi fenë e Zotit, aq më tepër do të jetë i kujdesshëm ndaj mëkateve. Sikur kjo legjërata, tash e kupton rëndësinë e pendimit, peshën e gjunaheve kështu me radhë. Pra dija është shkak që njeriu mos me qenë i varur në mëkate. Gjithashtu për shkaqeve është mbështetja e Allahut. Ti s'mundesh me qenë i fortë vetëm i largu gjunave. Nëse Allahu ta mbyll këtë derë, edhe të lënë mëkate, s'ka kush që mundet me të udhëzuar. Këtë si Allah thënë në Kur'an, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ai që mbështetet Allahut, me të vërtetë ky person është në rrugën e drejtë, në udhëzimin e drejtë.
Pra patjetër duhet të mbështetemi Allahut, nëse bëjmë një mëkat, këtë jemi mëkatar dhe kemi lëshime, pra nëse do të gjunojmë me largu mbështetjen e Allahut. Mos thuaj unë jam i fortë, jam i mendshëm, jam i devotshëm, unë mund ta lu gjunojnë. Jo lutë Allahun subhanahu wa taala se Zoti më të forcue, më dhon vullnet, më ta shtu udhëzimin që ti më thon me lon atë mëkat. Kjo është e dyta. E treta, dhe së dashur, ka thonë ulemaja, mediton rreth pasojave të mëkateve. Nëse mediton rreth pasojave të mëkateve, do të largohesh nga mëkati. Pasojat janë shumëta. Ibn Qayyim rahimullah ka shkruar një libër, Ad-Da wa Ad-Dawa, libri Ibn Qayyimit, ilaçi dhe smuja flet për pasojat e mëkateve. Komplet libri Ibn Qayyimit i sqaron detaje pasojat e mëkatit. Shiko shumë të pasoja ka. Kush do mu xhanu më tepër, ne ta lexon këtë libër se aty ka mbajgim, më thonë informata të mira. Gjithashtu për tjerave, për gjëra që ndihmon mu largu nga mëkati është meditosh rreth ahiretit. Meditosh rreth xhenetit, rreth xhehenemit, mahsheri, jeta e varrit. Këto janë shkaqe që njeriu me heq dorë nga mëkati. Gjithashtu për gjërave që ndihmojnë nga mu largu nga mëkati është më thonë shoqëria e mirë. Nëse rrim me shok të mirë, me musliman të mirë, me të devotshëm, me lenin e Zotit do kesh më lehtë me largu mëkateve. Por nëse vazhdon rrim me njerëz të këqij, do të vazhdosh me bëu mëkate. Sikur rasti i atij personi i cili i ka mbyt 99 njerëz, edhe 100 i mbyt. E dietari çka i thot? Thot po, dera e pendimit është e hapur, ka thonë me një kusht. Ta lësh vendin ku jeton atë të shkosh në një vend tjetër. Nëse shkon atje dikun tjetër, Allahu ta pranon ty pendimin. Nga se ka ditë jalimi dietari që ky person e ka pas shoqërinë e keqe. Pra më thonë shoqëria e keqe ka ndikim të madh në mëkate. Gjithashtu për shkaqeve që ndihmon me largu nga mëkate është edhe me bëu vepra të mira. Se nëse e mbush kohën me vepra të mira, s'kemë pas kohë me bëu mëkate. Po koha e lirë, zakonisht kjo është vërtetuar edhe shkencarisht është vërtetuar, sa dhona janë, më thonë gjunat më të mëdha bën kohët e pushimeve. Njerëzit kur kanë pushime, çatë bën më shumë vjedhin, çatë më shumë pinë alkool, çatë më shumë vritën, çatë më shumë më thonë pse se njeriu është i lirë. Qasi e mbush kohën me aktivitete të hajrit, nëse e mbush kohën me aktivitete të hajrit, do të kesh kohë mu marr me mëkate. Pra është kjo një ndër shkaqet që me qenë të mbrojtur nga mëkate, dhe e fundit, dhe së dashur është istiadhja. Sa herë që shkon mendja me bë një gjuna, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Se kjo është një sytje për sytjeve të shejtanit që me ta zbukuru më thon mëkate. Dhe së dashur për shkaqe të tjera, pse njerëz nuk pendohen, ulemaj kanë përmendën një ndër shkaqe pse njerëz nuk pendon është mbështetën rahmetin e Allahut. Ai thot Zoti ka rahmetin e madh. Pse mu pendu Zoti më fal? Ne kemi themi që Allah ka rahmetin e madh, por ka edhe dënimin e ashpër. Shumë vjen në Kur'an ku përmend rahmeti, përmend edhe dënimi i Allahut. Tjetër për shkaqe që njerëz nuk pendon është edhe epshi i tyre. E kaqmja e tyre. Ja kona më bën filan gjunan edhe smunut me e nol vetëm. Për shkaqeve tjera është e nesërmja. Hajde se pendona vitin tjetër. Hajde se si shkojnë hax. Hajde se ta kikit punë, atë punë më thonë, nëse vjen momenti i vdekjes, edhe njëri nuk pendohet. S'duhet me vanu pendimin. A tham më herët, nëse vanon pendimin i ke bë di gjunahe. Di gabimin, jo që gjunahen që e ke bë dush më pendu dhe për mëkatin që e ke vanu pendimin, dush me kërkue një pendim të tjetër. Gjithashtu për gjëra që njerëzit nuk largohen nga gjunaja është edhe dëshira e flak për pasuri. Kjo është një ndër pasojë shumë të rënda. Nëse e synon vetëm dynjan, vetëm mrim pare, nuk më intereson a halal apo haram. Njëri që ka çka të gale, që zakonisht shumë lehtë i bën mëkatet. Për gjërave tjera, gafleti. Ti je gaflet, nuk di se me tar vdekja ku shkon, çka të pret. Gafleti është një ndër shkaqe pse njerëzit bin mëkate dhe e fundit ulemarët kanë thënë për shkaqe që njerëzit bin mëkate është gjunat i shohin të vogla. Ai thonë unë fali gjumont, unë bëj një punë të mirë, unë bëj këtë vepër, kështu që ja lehtëson vetes me bë filan mëkatin me arsyetime të ndryshme, vetëm se me ja ul gjunat atë peshin që ka. Këta këto janë disa shkaqe që njerëzit i largojnë nga pendimi. Dhe më në fund është një temë dhe së dashur, nëse çka temë mbajni mend, mjafton për sonte. Cila është ajo tema? Është një temë që Ibn Qayyim Xhan e Gat e ka analizuar në librin e tij Madarij as-Salikin. Është një libër i veçantë Ibn Qayyimit. Aty çka ka përmend tash
aty në detaje e sqaron. Cila është meselja? Nëse dikush e bën një mëkat, pasojat e këtij mëkatit si pasohet njeriu. Se ne e dinë çdo mëkat që e bën, patjetër ka një pasojë. E çështë pasojmë nga këto pasojat, Ibn Qayyim i ndon një nga një se si njeriu pastrohet nga mëkatet. E para thotë Ibn Qayyim Taubia, tema jon. Edhe përmendim Ibn Qayyim interesant thotë pasojat e pastrimit, fazat e pastrimit janë 3. Mund të jetë në këtë dunjë, mund të jetë pastrimi në varr, mund të jetë pastrimi edhe në ahiret. Ç'ish ndodh kjo? Thotë Ibn Qayyim, në dunjë ndodh me pendim. Nëse pendohesh, largohet pasojë e mëkatit. Gjithashtu ka thonë Ibn Qayyim, nëse bën vepra të mira, largohet pasojët e mëkateve. Gjithashtu largohen pasojët e mëkateve me sprova. Se sprova, që dimi ne, sprova ose është pastrim nga mëkatet, ose është ngritje e gradave, xhenet. Ka mundësi Allah sprovon pse e ke bën një mëkat të caktuar. Edhe kjo është prej formave se si Allahu ja do të mirë një robit, e sprovon që me pastru nga mëkatet. Edhe thotë Ibn Qayyim këta çfarë faza janë dunjë. E nëse njeriu thotë nuk është pastru në dunjë, nga mëkatet ku pastrohet? Thotë Ibn Qayyim, pastrohet në agoninë e vdekjes. Përse dashur, dalja e shpirtit, vdekja është e rëndë. Është për smujave më të rënda me thonë kështu ndryshe. E smujat e pastron njeriu nga mëkatet, edhe vdekja i pastron disa gjunaqtar, ato dhimbjet e mëdha që janë vdekjes, disa besimtar pastrohen nga mëkatet. Po nëse njeriu ka shumë mëkat nuk është pastruar ende, thotë Ibn Qayyim, pastrohet me namazin e xhenazës që ja bëjnë besimtarët. Në dinë rastin ka hadithe, një ndër dobit që i ka namazi i xhenazës kur vdes dikush, që ata bëjnë shefat. Dhe Zoti më ia fal mëkatet. E namazi i xhenazës, nëse ka gjunohe ende si ka pastruar, namazi i xhenazës ja pastron. Po nëse ndodh që edhe kjo si ka pastru, ka thonë pastrohet me sadakan, me duat, me lutjet që i bëjnë besimtarët për atë. Nëse vladi i hajrit ka thonë jep sadaka për babën ose për nanën dhe i shkojnë sevapët, pastrohet në varr me veprat që i bëjnë besimtarët për ta. Këto janë lutja, sadakaja edhe vepra tjera. Gjithashtu ka thonë Ibn Qayyim, nëse edhe këta çta vepra se pastrojnë, ka shumë mëkate. Atë thot fitnja e varrit, është një fitnë e varrit, janë ato 3 pyetjet e varrit. Kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot, kush është feja jote, kjo është fitnë e rëndë. Ai që dhe kalon këtë fitnë, ai më thon Allah e pastron nga mëkatet. Thotë Ibn Qayyim interesant, po nëse njeriu vazhdon ka mëkate, s'është pastru. Këto stacionet nuk është pastru nga mëkatet. Vazhdon pastrimi ku? Në mahsher. Kur të dalin, më thonë, gjithë njerëzit para Zotit, me thonë llogari, ato ditë të vështira, kur do vere dielli mbi kokat e njerëzve, kur do të njerësohen njerëzit me djeshse, dikush deri tek gjunjtë, dikush manate, dikush më shumë, dikush do të mbulohet komplet. Që ky mundim, këta lodhje do të jenë pastrim. Thotë Ibn Qayyim, nëse vazhdon njeriu, nuk pastrohet, ka shumë mëkate. Atëherë më thonë do të pastrohet me shefatin e pejgamberëve, me shefatin e besimtarëve të mirë. Po nëse edhe këtu nëse s'pastrohet, thotë atëherë më thonë vjen pyetje falja Allahut. Allah më thonë nëse ja fal, edhe pështon nga xhamia. Po nëse Zoti s'ja ka fal, thotë Ibn Qayyim, edhe është besimtar, nuk e ka fal Zoti, thotë përfundon në xhehenem. E tani çka ndodhen? Thotë më thonë edhe del pi xhenemit deri kur të pastrohet nga komplet mëkatet. Para më dhe këto faza. Cila është më e lehta? Ajo që është në dunjë. Me vojë istikfar, në dunjë asnjërin për këtyre pastrimeve nuk e ki përpara. Para më thonë se s'ka nevojë tani ti më pasu në varr. Me ato dënime që janë të varrit. S'ka nevojë ti më pasu me ato momente të mahsherit. S'ka nevojë ti më përfundu në xhehenem. Për të arsye pendimi dhe së dashur është thotë Ibn Qayyim është ajo më e lehta. Që mund ndoshta njëri me 2 fjalë, me një sinqeritet që e bën, me një kthim të sinqert që e bën te Zoti, Allah subhanahu më ia fal mëkatet dhe mëse pas asnjërin prej këtyre pasojave. Allah na mëson gjithë neve të pendohemi sinqerisht Allahu,
Mos presni këto pasojë të tjera që janë sprovat e dunjos, janë më thonë jeta, më thonë vdekja në varr, më thonë dënimi i varrit, mahsher janë trond ata. Për këtë si muslimani duhet sa herë mu pendu edhe këtu del urtësia, pse pejgamberi selam në çdo ndeje thoshte shpesh herë bënte istighfar. Allah na fal mëkatet gjithë neve. Na mëson sa herë bëjmë istighfar, pendohemi tek Allah subhanahu wa taala, të dalmi para Zotit faqebart, wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.